përmendët konferencën, takimin e Komitetit Parlamentar Stabilizim Asociimit. Mirë mbrëma, ndetje. Keni mbledhje për punë? Keni mirë, si shkoni? Mirë. Po, patjetër. Po, ne na ka marrë malli që ju shikojmë. Ju pyesim si jeni. Çfarë po bëni për Shqipërinë? Kolozni dhe letra apo kënaqeni, Ja, ja? çfarë po bëni për Shqipërinë? U po e them që unë nuk di që ka herezi që privatisht disa shok, kolegë tulen me njëri tjetrin në një bar pranë një hoteli ku i ka çuar parlamenti, të shohin një ndeshje futbolli, të konsumojnë 250 ml birë, apo padyshim në orën 10 të natës edhe të kalojnë kohën. Nuk është, duhet jesh maskara që të quash një lojë me letra mes miqve bixhos. Mirë, dakord. Po mund vetëm një maskara mund ta quaj sepse un kam edhe fotot ti duke luajtur me letra, nuk e nxjerr këtu se jo, padyshim. Ashtu. Po, e di. Po, patjetër. Patjetër.